Policia e shtetit njofton se gjatë muajit shtator 2025 u finalizuan 114 operacione policore, nga të cilat 21 prej tyre në bashkëpunim me partnerët për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. U vu në pranga 619 shtetas të dyshuar për vepra penale të ndryshme. U azgjesuan 44.671 bimë narkotike, si dhe u sekuestruan rreth 178 kg kanabis, rreth 737 gram kokain, 10 doza të këtyre lëndëve, si dhe 30 fara kanabisi. U sekuestruan 34 armë zjarri, të cilat u kapën në tentativë për të shitur ose trafikuar me qëllim kryerjen e krimeve kundër personit, 13 armë gjahu, 26 armë të ftohta, 3 silenciator dhe municion luftarak. Ndërhyrja me njëhershme e policisë parandaloi për shkallëzimin e konflikteve me armë, me mjete prerëse apo konflikte në familje në 9 raste. Si rezultat i hetimeve profesionale u zbardhën 11 ngjarje kriminale, si vrasje, tentativë për vrasje, plagosje, djegje automjeti dhe heqje e paligjshme e lirisë. Strukturat për hetimin e krimeve ekonomike në bashkëpunim me strukturat e policisë kufitare kanë goditur 10 raste të kontrabandës, 2 raste të mashtrimit me shuma të konsiderueshme parash, si dhe 14 raste të falsifikimit të dokumentave, vizave dhe kartmonedhave. Po nga strukturat për hetimin e krimeve ekonomike financiare u zbulua se në një spital privat në kryeqytet kryej evazion fiskal dhe punësimi kundërligjshëm. Gjithashtu u sekuestruan 13 pasuri të paluajtshme, 5 llogari bankare dhe një automjet Ferrari me vlerë 3.6 milion euro, dyshuara të përfituara nga krimet. Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike dhe seksionet e saj në qarqe goditën krijimin e skemave piramidale në hapësirën virtuale, një rast të pornografisë të mitur dhe raste të kanosjes nëpërmjet rrjeteve sociale. Agjencitë ligjzbatuese amerikane pranë ambasadës kontribuan për goditjen e një rrjeti kriminal që ju merrte miraero shtetasve për t'i çuar ilegalisht në Amerikë ose Kanada. Mëtej u finalizuan 20 operacione kundër vjedhjes, 3 operacione kundër organizimit të kundërligjshëm të lojrave të fatit, një operacion në favor të sigurisë ushqimore. U goditën 175 raste të ndërtimeve të paligjshme në të gjithë vendin. U proceduan penalisht 18 shtetas që penguan me mjetet e tyre lëvizjen e qytetarëve dhe të mjeteve të tjera. Gjatë muajit shtator nisi zbatimi i paketës për sigurinë në shkolla dhe programeve siguria e të rinjve. Në bazë të eksperiencës së fituar për sa i përket menaxhimit të eventeve ndërkombëtare dhe në zbatim të detyrave të përcaktuara në një plan masash të detajuar gjatë muajit shtator u garantua mbarvajtja e ndeshjes së futbollit Shqipëri-Letoni. Shërbimet e policisë rrugore të pajisura me mjete bashkohore kanë vijuar kontrollet në të gjitha akset e vendit me qëllim konstatimin e shkeljeve rrugore që rrezikojnë jetën e përdoruesve të rrugës. Në këtë kuadër janë vënë në pranga 197 drejtues mjetesh, nga të cilat 128 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 69 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Janë pezulluar 329 leje drejtimi për tejkalim të normave të shpejtësisë, drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit apo për shkelje të tjera të kodit rrugor, për të cilat parashikohet kjo mas. Shërbimet e policisë kufitare kanë intensifikuar kontrollet me objektiv goditjet e paligjshmërive në kufi dhe tentativave për lëvizje të paligjshme. U dha ndihmë në det në zona turistike malore 35 shtetasve, kryesisht turistë e vizitorë të huaj, që kishin mbetur të bllokuar, rrezikoheshin nga dallgët apo kishin humbur orientimin për të kthyer në destinacion. 21 mjete lundruese u bllokuan pasi drejtuesit e tyre shkelën rregullat për pajisjen me dokumentacion dhe për sigurinë e pushuesve.